Ka kjo më ordinire se kjo? Kjo është problem konceptual. Po s'ke diskutime, por nuk diskutohet një vendim. Në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë shënuar tensione dhe debate të forta mes anëtarëve lidhur me procedurat për vendet vakante në institucion. Në qendër të përplasjes ishte antari Sokol Stojani dhe kryetaria e KLP-s Mirela Bogdani. Debati nisi pasi Bogdani kërkoi rikthimin për rishqyrtim të një vendimi që lidhej me dërgimin në kuvend të vendeve vakante në KLP. Stojani kundërshtoi ashpër këtë veprim, duke argumentuar se një vendim i marrë nuk mund të zhbëhet dhe se procedura binte ndesh me ligjin. Ai paralajmëroi se kryetaria do të mbante përgjegjësi për mënyrën e drejtimit të mbledhjes. Nga ana tjetër, Bogdani deklaroi se nuk do të merrej vendim gjatë asaj dite dhe se çështja do të trajtohej në një mbledhje tjetër pas qetësimit të situatës. Gjatë debatit pati replika të forta dhe akuza reciproke, ndërsa tensioni u rrit edhe më shumë kur Stojani akuzoi kryetaren për sabotim të mbledhjes. Mbledhja zgjati mbi shtator dhe debatet ishin të vazhdueshme. Kjo nuk është hera e parë që Stojani dhe Bogdani përplasen publikisht, pasi edhe më parë kanë pasur mosmarrveshje lidhur me procedurat për emërimet në sistemin e prokurorisë.